Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha është treguar i gatshëm të bisedojë me kryeministrin Edi Rama për ndryshimet në kushtetutë. Nga Selia Blu, propozimin e kreut të qeverisë për uljen e numrit të deputetëve në parlament, e cilësoi të arsyeshëm. Por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e Republikës në kushtetutë, po, jam gati, s'kemi asnjë kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Në konferencë me gazetarët, kryedemokrati ju rikthye seancës parlamentare të SHN-s, ku e cilësoi të padrejtë procedurën e ndjekur gjatë raportimit të krerëve të institucioneve të drejtësisë. Nuk kisha pa ndonjëherë në eksperiencën time të gjatë 32 vjeçare një ditë ku përpjekja për të vërtetat triumfoi, aq bukur. Dhe ku kompromisi i krimit midis mercenar Dumanit dhe pengjeve të tij mazhorancë, narkomazhorancë, prodhoi ato skena të papërsëritshme. Ndërkaq, Partia Demokratike ka depozituar dhe një kërkesë për ngritjen e një komisioni hetimor në parlament, lidhur me programin i partë 2 në bujqësi. Është një kërkesë e përsëritur nga ana e demokratëve për ngritjen e këtij komisioni, pas rrezimit të nismës së tyre në konferencën e kryetarëve.